Është hedhur shorti Champions League dhe janë konfirmuar përballjet drejt finales. Në këtë video do të flasim për rrugën që do të ndjekin ekipet drejt finales së Budapestit. Fillojmë me përballjen e parë PSG kundër Chelsea. PSG kampionë në fuqi të Europës kundër Chelsea, kampion në fuqi të botës. Ndeshja e fundit mes tyre u mbyll me fitoren 3-0 të Chelsea në finalen e botrorit për klube verën e kaluar. Një revansh nga PSG shihet në horizont, duke pasur parasysh dhe formën aktuale të Chelsea. PSG në letër është pa pikë diskutimi favorite. Në Champions, dy skuadrat janë përballur 8 herë, ku PSG ka 3 fitore, 3 janë barazime dhe 2 fitore i takojnë Chelsea. Galatasaray kundër Liverpool. Galatasaray vjen në këtë takim shumë e motivuar pasi eliminoi Juventusin 7-5. Liverpool nuk po kalon një sezon të mirë me ulje ngritje, megjithatë sërish konsiderohet favorite. Dy skuadrat janë përballur më herët këtë edicion në fazën e ligës, ku Galatasaray fitoi 1-0 në Stamboll. Dhe ajo që është interesante, statistikat e këtyre dy skuadrave në Champions League, ku Galatasaray ka 2 fitore, 2 ndeshje kanë përfunduar në barazim, ndërsa Liverpool ka vetëm 1 fitore. Real Madrid kundër Manchester City po kthehet në një klasike europiane, ku thuajse çdo sezon po përballen me njëra tjetër. Një fakt interesant që nga 2019 City dhe Reali janë përballur plot 13 herë, ku po gjatë kësaj periudhe Real Madrid është përballur më shumë me Cityn sesa me Gironën që është në La Liga. Sa i përket të gjithë përballjet në Champions League, dy skuadrat janë përballur 15 herë, ku Real Madrid ka fituar 5, 5 janë barazime dhe 5 fitore i takojnë City. Bayer Leverkusen Arsenal. Leverkusen e eliminoi Olympiakos 2-0 në play-off, ndërsa Arsenal e mbylli fazën e ligës në mënyrë perfekte pasi arriti 8 fitore në 8 ndeshje. Arsenal vjen në këtë takim patjetër si favorite. Newcastle kundër Barcelonës. Newcastle kaloi fazën play-off pasi fitoi 9-3 kundër Karabakh. Barcelona vjen në këtë takim si favorite, duke pasur parasysh cilëtetin e lojtarëve që zotron. Por një faktor kyç që mund të luajë një rol të rëndësishëm në këtë takim është fusha e Newcastle. Megjithatë, Barcelona dhe Newcastle u përballen në fazën e ligës, ku Barcelona fitoi në fushën e Newcastle 2-1 me 2 golat e Rashford. Atletico Madrid kundër Tottenham. Atletico eliminoi Club Brugge 4-3 në play-off. Tottenham u rendit në fazën e ligës në top kaçe me një mbrojtje solide. Një përballje që shikoi 50-50 pasi nuk shikoi asnjë skuadër si favorite. Bodo Glimt kundër Sporting. Skuadra norvegjeze është i rushja e këtij edicioni të Champions League pasi eliminoi Interin 5-2 në play-off. Megjithatë, Bodo ka siguruar dhe fitoren të rëndësishme ndaj Manchester City në fushën e saj, por edhe ndaj Atletico Madrid në Metropolitano. Sporting u rendit në top 8 në fazën e ligës dhe shikohet si favorit. Megjithatë, historia e Bodos duket se do të vazhdojë. Dhe përballja e fundit, Atalanta kundër Bayern. Atalanta realizoi një përmbysje rezultati ndaj Dortmund pasi kishte humbur ndeshjen e parë 2-0 dhe në ndeshjen e kthimit fitoi 4-1 fal një penalltie në minutën e fundit. Ndërkohë Bayern u rendit në vendin e dytë në fazën e ligës dhe vjen patjetër si favorit në këtë ndeshje. Pasjedhjes së shortit është bërë ndarja në 2 krah e ekipeve drejt finales së Budapestit, ku në anën e majtë renditet çifti Paris-Chelsea, Galatasaray Liverpool, Real Madrid Manchester City dhe Atalanta Bayern. Ndërsa në anën e djathtë ndodhet Newcastle Bayern, Atletico Madrid Tottenham, Bodo Glimt Sporting, Leverkusen Arsenal. Nga kjo ndarje kuptojmë që në anën e majtë ndodhen shumë ekipe më të forta se në anën e djathtë. Një fakt interesant është se mund të kemi një El Clasico në finalen e Budapestit, pasi Real Madrid ndodhet në anën e majtë, ndërsa Barcelona në anën e djathtë. Nëse kalon Newcastle, Barcelona do të përballet me fituesin e çiftit Atletico Madrid Tottenham dhe në gjysmëfinale mund të përballet me Arsenal. Ndërkohë Real Madrid, edhe nëse kalon Cityn, do duhet të përballet me fituesin e Atalantas dhe Bayern, që më shumë mundësi gjasat janë që të jetë Bayern dhe në gjysmëfinale mund të gjejë Paris Saint-Germain. Si e parashikoni finalen e madhe, cilat do të jenë dy ekipet që do të përballen në Budapest për të fituar trofeun e Champions League. Komentoni më poshtë dhe mos harroni të bëni subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona.